يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuar, ne po flasim rreth asaj se çka na bën neve që të mbrohemi nga zjarri i xhenemit. Cilat janë ato çështje që na mbrojnë, ato veprime, ato besime, ato fjalë që neve na mbrojnë prej zjarrit të xhenemit. E prej atyre që neve na mbrojnë prej zjarrit të xhenemit është edhe ajo që e kanë pasur pejgamberët. E në veçanti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por edhe pejgamberët të tjerë para tij. Ato që kanë pasur edhe shokët e pejgamberit. Ato që kanë pasur edhe gjeneratat e hershme, por edhe kësi mund të ketë edhe në kohën tonë. E aja është të qajturit për Allahun Azza wa Jall dhe frika ndaj Allahut Azza wa Jall është prej pikave që më shumë ti të mbron nga zjarmi i xhenemit. Është më së shumti, është prej nimeteve, prej të mirave më vlerë që ti nëse posedon, që e posedon një diçka, është frika ndaj Allahut Azza wa Jall dhe e qajtëra yte për Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall, kur i përshkruan disa njerëz që zemra e tij kur njëherë nuk qet lët për Allahun Azza wa Jall, kur i përshkruan disa njerëz që zemrat i kanë të mbyllura nga kjo, Allahu ju thot: "Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah." Mjerë për ata që ju kanë brangos ose ju kanë mbyllur zemrat e tyre kur përmenet Allahu Azza wa Jall, mirë për ta. Sa kërcënimi i madh është nga ana e Allahut me të thonë mirë, se fjala wail, mirë, përkthehet, kuptohet edhe vend në xhehenem. Atje është për ata që kur njëherë për Zotin e tij, njëherë syri i tij një pikë loti se ka qitur. Prandaj edhe Malik ibn Dinar, prej atyre të parëve, thëjke se nëse njënit i është vullosur zemra, nëse njënit ju është mbyllur zemra e tij, thonte se dënimi prej dënimeve më të mëdha që Allahu ja ka dhënë, ai s'ka shehiç, është të kjo, kur ai kurrëherë për Allahun Zotin e tij s'ka derdhur lët. Ndërsa Samir, Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famëlart, në këtë Kur'an që kemi pranë durve tona, Samir i ka përshkruajtur Allahu Azza wa Jall ata që kur përmenet Allahu, qesin lot prej syve të tyre, ata që kur janë ndoshta edhe në vetmi, kur i bojnë dua, lutje Allahut në vetmi, ata i qesin lot sy të tyre. Samir i ka përshkruajtur Allahu në Kur'an ku thotë: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Kur ti shethet ata njerëzit e mirë, kur ndëgjojnë prej asaj që i zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të sytë e tyre mbushen me lët. Mimma arafu min al-haqq yaqulun, edhe i qesin sytë e tyre lët, qajnë për këta, kur ndëgjojnë fjalët e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë sepse ata kështu njohën të vërtetën edhe thojnë: Rabbana amanna faktubna ma'a shahidin. Edhe ata thojnë: O Zot,
na këtë çka e ndëgjum e besutëm. Këtë Kur'an edhe këtë fjalë pejgamberit i besutëm o Zot, shënon neve prej dëshmitarëve dhe prej atyre njerëzve të mirë. Prandaj në vend tjetër Allahu kur i lavdëron këta njerëz që vërtet të qesin derdhin lët për Allahun azza wa jalla, për shumë vend tjetër thotë: "Idha tutla alejhim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya." E kur atyre ju lexohen fjalët e Zotit, ata kimi pa bojnë sejdë Allahut dhe derdhin lët. Kështu pra Allahu azza wa jall i përshkruan si njerëzit më të mirë ata që i frikohen Allahut, por prej frikës ndonjëherë syri i tij çetlat. Për këtë na përshkruajti pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith që ka sjellë Imam Tirmidhiu dhe të tjerë. Dhe Sheikhul Albani thotë hadithi është i vërtetë. Tha pejgamberi: "Laysa shay'un ahabba ila Allahi min qitratayn." Tha a doni t'ju tregoj, tha pejgamberi që sa një gjëja më e dashura tek Allahu janë dy pika. Wa atharayni, edhe dy gjurmë, dy pika dhe dy gjurmë. Edhe sharaj pejgamberi se çka janë këto dy pika dhe dy gjurmë. Tha qitratu dumu'in min khashyatillah. E para pikë tha është që Allahu më shumë ti e dën. Është kur prej syrit tënd del një pikë loti për Allahun azza wa jall. Wa qitratu damin turaku fi sabilillah. Edhe një pikë e para ke, një pikë loti kur del prej frikës së Allahut azza wa jall. Na olësh një herë, e mendon, a thu, unë ka që vite i bëra, çka bëra unë për këtë dinin tem, çka bëra unë për ta fituar atë xhennet, çfarë bëra unë për t'u larguar prej atij zjarmi i xhenemit. Pra kjo është e para dhe deri la syrit. Kjo është më shumti që po e doj ka Allahu. Pika e parë. Dhe pika e dyta është nëse njoni ka qit një pikë gjaki në rrugën e Zotit. Nëse njoni ka hi ushtar ka qenë për shlirimin e vendit e tij, për largimin nga armiqtë e tij, një pikë gjaki nëse ka kop arma dhe ka rënë tu, kjo pikë e gjakut tek Allahu është prej pikave më të mira. Tha wa amma al-atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Ato dy gjurmë, tha, a ditë cilat janë, tha pejgamberi, ato që më shumë ti dënë Allahu, për dy pika ke në para ke, një pikë loti që ti e derë për Allahun azza wa jall. Kjo qenë ka prej më të dashurave të Allahu azza wa jall. Ndërsa prej gjurmeve, tha janë, nëse njonit i ka mbetur një gjurmë, kur ka qenë luftë në rrugën e Zotit, kjo, nëse një ushtar, kur del kryet lufta, sikur që kësi edhe kemi na, i ka mbet një dorë ndoshta e mangët, ndoshta ju ka prej një gisht, një gjurmë i ka mbet, një shaj, ndoshta dora, ndoshta edhe ma shumë në i gjymtyr një syti ju ka qëru, ju ka vërbu. Kjo tha, është prej ma të mirave, edhe nëse të metet në i gjurmë, kur jetë duke kry obligimet e Zotit, nëse është kërku për të luftu, ke kry obligim Zotit, edhe të kënë mbet prej këti obligimit gjurmë në trupin tëndë, është prej gjurmeve më të mira. Ose ke qenë vazhdimisht namaz, një i moshuar, ose një haxhi, vazhdimisht ka qenë namaz, vazhdimisht ka qenë i parin në sofat e ti, por duke arë vazhdimisht, jo është lodhur trupi i ti, për gjurmet e ti janë lodhjen e trupit e ti, a i tash ka probleme ardhë, veç për që kjo i ka me gjurmja, veç duke arë në xhami, kjo është prej gjurmeve më të mira që i dënë Allahu azza. Ose njani, atë shumë ka falë namaz nafile vullnetare, atë shumë ka falë, sa që tash me qëndrun kam nuk mundet më. Pse? Për shkak se i është lodhur trupi ti, këmbët e ti janë lodhur, për shkak të ibadetit të gjatë që ai që ka pasur. E kjo është prej veprave më të dashura tek Allahu azza jall. Ndërsa njëri tjetër vazhdimisht ka qenë duke lexuar Kur'an dhe kërret pjesën më të madhe të kohës së tij e ka qenë leximin e Kur'anit, por i ka lënë gjurmë në syrin e tij. Syri i tij më është vërbuar tani. Pse? Veç për shkak të leximit të gjatë, qoftë Kur'anit, qoftë fjalëve të pejgamberit, qoftë librave të dinit islam, ju kanë vërbu sytë e ti, ka lënë gjurmë sytë e ti. Kjo është prej gjurmëve më të mira që i donë Allahu azza wa jall. Prandaj Allahu azza wa jall që na tregon pejgamberi alayhi salatu wasallam, sa shumë të ka vlerësu, sa shumë ta ka vlerësu këtë gjymtyr tëndën, këtë syrin tënd, që ti e qet një pikë loti për Allahun, tha pejgamberi. Në hadithin që e sjell Imam Tirmidhiu Nesaiu dhe Sheikhul Albani, ta hadithi është i vërtet,
Tha pejgamberi, la yaliju an-nara rajulun baka min khashyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'a. Tha pejgamberi, nuk do ta kap zjarmi i xhehenamit atë njeri që ka derdhët për Allahun. Se kap. E preti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha nuk e kap, sa a mundet, tha pejgamberi, mu kthy ai qumshti kur del prej xhirit të deles, a mundet mu kthy vetë në vendin e saj? Tha nuk mundet. Kështu s'ka mundësi. Atëherë tha njeriu që ka qajt për Allahun azza wa jall me hin zjarmin e xhehenamit. Wala yajtami'u ghubaru fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Edhe tjetra tha që s'ka mundësi mu bashku. S'ka mundësi mu bashku është nëse ti ke luftu në rrugën e Zotit, po të ka kapur lloçi dhe pluhni timi i luftës, s'ka mundësi ty këtë trup më ta kap edhe tymi i zjarmit të xhehenamit. Tymi i cili dhe sot hyn në trupin tan, ajo të ba për me vdekur. S'ka mundësi tha nëse ti ke luftu në rrugën e Zotit dhe pluhni të ka kapur, me të kap edhe tymi i zjarmit të xhehenamit. Por pjesa e parë e hadithit çka tha? S'ka mundësi. Çfarë s'ka mundësi mu kthy qumshti në xhirin e deles ose në xhirin e baktis tjetër? Çaq ka mundësi me të kap zjarmi i xhehenamit nëse syri ka derdhur lat për Allahun azza wa jall. Prandaj e tha pejgamberi alayhis salatu wasallam në hadithin tjetër që e sjell prapë Imam Tirmidhiu ibn Asim e të tjerë dhe Sheikhul Albani tha hadithi është i vërtetë, tha aynani la tamassuhuma an-nar. Dina tha o ju njerëz se dy lloj sysh nuk i kap zjarmi i xhehenamit. Dy lloj të syve nuk i kap zjarmi i xhehenamit kur. Pse po i bi këtu transmetime dhe këtu argumente? Po i bi me ju tregu mënyrën se si të mbrohemi prej zjarmit të xhehenamit. Për këta po i bi. E në këtë hadith tha pejgamberi, dy lloj sysh nuk i kap zjarmi i xhehenamit. Cilët janë ata? Tha aynun bakat min khashyatillah. Një sy që ka qajt për Allahun, kur nuk e kap ato zjarmi i xhehenamit. Si ka mundësi njani i cili veç për Allahun ka nërë dhe ka mendu po kush është Zoti jem, kush është krijuesi jem, po çka ka përgatit Allahu për mua, po sa të mirat Allahu mi ka dhënë, po unë çka jam duke u përgjigj thirrjeve të Zotit, sa herë ai më thirr mu brenda ditës, sa unë jam duke u përgjigjur, kur nalet dhe i mendan këtu, atë syri i tij derlat, ndërsa tha pejgamberi këtë sy nuk e kap zjarmi i xhehenamit. Nuk e kap. Dhe tjetri, tha wa aynun bata tahrusu fi sabilillah. Edhe syri i dytë, lloji i dytë i syrit është nëse njani ka qenë në luftë, sikur që ka pas kësi raste në vendin tonë, sikur njani ka qenë luftë, por ai s'ka flajt, ai ka qenë roje, veç duke përcjell armikun që ende kemi armikun mos rastisht ka ardhur, mos rastisht po hyn dhe po na sulmon, veç pse sytë e tij kanë qenë hapur, duke e rujt vendin e vet, duke e rujt islamin e vet, duke rujt popullin musliman, vendin dhe pasurinë e tij. Në këtë rast tha pejgamberi në këtë hadith, këtë sy nuk e kap zjarmi i xhehenamit. Ndërsa unë po e bivi si shembull se na i përmendëm si argumente se si të mbrohemi prej zjarmit të xhehenamit. Ndërsa po e bi shembullin e parë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte ai që sikur që na erdhën dy sahihet e Buhariut dhe të Muslimit, prej Ibn Mes'udit, Abdullah ibn Mes'udit, tha një ditë prej ditëve, isha unë te pejgamberi dhe disa shokë të tjerë ishmi rrethit. Edhe pejgamberi unë Muhammed sallallahu alaihi wasallam më tha, o Ibn Mes'ud, hajde lexojmë diçka prej Kur'anit, se po duhet të ndëgju. Ai tha Ibn Mes'udin ja ktheva, o i dërguar i Zotit, po si të lexojun në ty Kur'an, kur te këti Kur'ani po zbret. Ai prej 7 qiejve Allahu ty po ta bën Kur'anin, e si unë ty të lexoj. Tha Ibn Mes'ud, hajde lexojm. Tha se edhe unë po du me ndëgju këtë Kur'an që më ka zbrit mu, po du me ndëgju prej të tjerëve. Tha ja nisa mi lexu Kur'an surën Nisa. Prej surave më të gjata. E ja nisa ty lexu Kur'an, ty lexu tha pejgamberi shko të ngu. Edhe tha kur zbrita të fjala Allahut, fa kejfe idha gjina min kulli ummetin bi shahid, wa gjina bika ala haulai shahida, fa Allahu azza jall, e si do t'jetë gjendja jote o Muhammed, ku në ditën e gjykimit, çdo pejgamber do të vije dëshmitar për popullin e tij. Vjen para Allahut çdo pejgamber në ditën e gjykimit dhe i thotë o Zot, unë që popullin tem e kam pas thirr në rrugën tënde. Unë e kam thirr, do më kanë ndjek, do së më kanë ndjek, ti tash ti miru me ta. Çdo pejgamber, tha Allahu këtu, i vjen si dëshmitar për popullin e vet.
Si shtoi Allahu fjalën tjetër tha, "Wa ji'na bika 'ala haula'i shahida." E ty o Muhammed, të pronëm dëshmitar, tash ti për krejt. Njëherë të pronëm dëshmitar për ata të Mekës, që ti ishe prezent dhe ata së ndjekshin së besojshin, edhe për popullin umetin tanë krejt pronëm dëshmitar. Nëse kur delsh ti dhe one para Allahut. Vallahi, sipas këtij ajeti i qartë, sipas këtij ajeti pejgamberi ka më thonë, nëse je ndjekësi rrugës Allahut dhe të pejgamberit, ka më thonë o Zot, që kë ka ndjek mu, edhe pse Allah e dem apet më smijeti. Tha kë ka ndjek mu, që kjo anë ka ndjek, që ky ran, që ky hoxh ka ndjek. Allahu do t'i thotë për krejt umetin e tij Muhamedi dëshmitar. Por shtesa në këtë ajet është se ai do të jetë dëshmitar edhe për ata pejgamber të mëhershëm. Edhe i thotë o Zot, vërtet Musa që po të thotë që unë i kam thirr, vërtet Musa i ka thirr. Isa që po ta përmend, vërtet Isa i ka thirr. Jahja, Zekeria edhe pejgamberët e tjerë. Pro pejgamberi bëhet dëshmitar dhe atyne. Ibn Mesudi, të kthehemi në hadith, Ibn Mesudi, kur ja lexoi këtë, tha pejgamberi, hasbuk, nale qitu. Pra kur thot Ibn Mesudi, nale qitu, unë nala leximin e Kuranit, kur pekëshyri tha pejgamberit, jo ishin mbushur faqet e tij dhe sytë e tij me let. Pra ky ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishte rastet e tjera që ka transmetuar. Edhe Imam Ahmedi dhe të tjerë thotë që atë shumë pejgamberi son ju frigante Allahut edhe pse ai ishte i përgëzuar me xhennet. Por ai e njeh ke Allahun shumë, atë shumë ju friksante, saqë kur hyke në namaz, tha zemra dhe gjoksi i pejgamberit vlante sikur një tenxhere, kur qitet dhe vlan uji kur vlan tu gurgullushëm, ashtu tha vlante gjoksi i pejgamberit prej të qajtures për Allahun Azza wa Jall. E për una si shembull thon, edhe si rrugë që neve ta ndjekmi, të përpiqemi ta ndjekmi këtë rrugë që të shpëtojnë nëse kur dalmi para Allahut prej zjarmit të xhenemit. Lusmi Allahun Azza wa Jall të na fal, na mëshiron. E lusmi Allahun Azza wa Jall për të shpëtuar dhe për zjarmin e xhenemit të na ban. E lusmi Allahun Azza wa Jall me këtë pejgamber dhe ata të tjerët para tij në xhenetën ata kanë. Walhamdulillahi rabbil alamin.